Një periudhë gjatë kohë që ta mbaja të fshet, ja arrita deri në një farë pike. Sigurisht familja diçka e kishte kuptuar, po unë me gojën time si Enea nuk kisha pranuar asnjëherë asgjë. Kisha pranuar pjesën e alkoolit për ta kamufluar disi atë çka me vërtet unë bëja, por mbaj mend ka qenë këto vitet e fundit para 5 viteve kur u mor vesh që unë... Familja e kuptoi, pra që ti ishe përdorues i lëndëve narkotike. Që unë isha përdorues edhe dhe më thënë që aty filloi interesimi i familjes më shumë që unë... E mban mend bisedën e parë me nënën tënde, kur ajo të vuri përballë djalin e vetëm për të thënë që pse po e bëja këtë gjë? Rrethanat bën që unë mos kisha kur një bisedë të tillë për shkak të distancës që kemi pas me njëri tjetrin, nuk kemi jetuar bashk, por mbaj mend shqetësimin e madh që ka pas çdo ditë. Domethënë, neve kemi qenë goxha të lidhur, telefoni ishte që na bashkonte, po unë kur vinte një kërkesë llogarie nga familja ose unë duhet isha përgjegjës për të gjendur familjes, unë vendosja që mos përgjigjesha dhe mendoja se kisha çdo gjë në kontroll, pavarësisht se e dija dhe vetë që kisha rënë pre, edhe kisha me vërtet nevojë për ndihmë, po domethënë ajo lloj jete kishte krijuar te unë një personazh tjetër që edhe unë ato momente tek qia kur isha e dija që duhet ta bëja, po më duke e pamundur që të dilem nga ajo që kisha nisur të bëja. A ka pasur, e kujton të ato momentin që ti realisht fillove ta kuptosh që po Enea po e humbet kontrollin mbi veten e tij? Unë kisha krijuar një familje time, unë bashkëjetoja, jetonim për një periudhë të gjatë në Francë. Edhe arsyeja e abuzimit mua më shtyu që të shkatroj atë që unë dhe vajza kërkonim të nisnim. Ishte e pamundur që u përpoqja që ta fshija për një periudhë të gjatë kohe. E bëja si punë, e konsumoja derisa arritëm në një moment që pam të arsyeshme që ishte më mirë që të shkëputeshim edhe që mos thumni shumë, vendosa të humbja vetëm unë dhe të bëja gjën e dur që të mbyllesh ky raport. Pastaj pasron njëra pas tjetrës, domethënë familja ime, motra ime kaloi një periudhë të keqe edhe ajo në jetën e vet për shkakun tim. Ne i humbëm kontaktet me njëri tjetrin, e vetmja zgjidhje që mund të bënte ishte që mos të fliste me mua, se fakti kur fliste me mua nuk e bënte të ndihej mirë dhe kështu krijuam një distancë goxha të gjatë. Flisim shumë rrallë në telefon. Unë u detyrova për mos u kthyer në Shqipëri sepse s'kisha, mendoja se nuk mund gjeja zgjidhje në Shqipëri. Po, për të ndalë, duhet